Unë jam Zef Gjonaj, një tifoz si mira tifozat tjerë të Vllaznisë. Zef, për sa vite që një Vllaznisë? Qysh 72 neshin si na komet kujtes, neshin e kupës, kur Zan Rogami ndjeri, Zan Rogami bani 7 penalti. Se kam njek rregullisht. Ja, ose s'kam kënë stadion. Ja, ju një kënë sa vjeç? 12 vjeç. Kësi, edhe si më komet kujtes tjetër është me Austrinë 78 në Austrinë e vjen si kam kënë pjesëmarrë në stadion. Kualifikimin vlon me flamurdarin 3-1 me gol për i Rogamit, si ka kene një nërndeshjet ma të pështira. Edhe kështu të në, me rrallë. Gjatë jetës tuaj, keni pasur detyra të rëndësishme në policinë e shtetit, sa ju ka penjuar kjo që t'jeni një tifoz, edhe punojnë që policisë, se shteti por edhe tifoz i Vllaznisë. Në një ngjarje, në 87-ën, ne na kanë pan një 4 vetëve, na kanë pandalu me shku në stadium se ishte tifoza. Edhe shkushën në objekt. Edhe në një shok jemi, me vlonin këto, kam pagu 150 lek në të kohë, me mnaj 2 orë në shërbim. 87-ën me vlonin. Se fillë diçka tjetër. Si tifoz i vjetër Vllaznisë. Bashkë një historik të emra Vllaznisë ka shumë. Kush ka mirë në menjen tonë nga 72 deri sot disa nga futbollistat kryesora. Aja 4 shesia është e pa vdekshme, pa marrësisht se nuk jetojnë më, pa vindoja Zan Rogami, sa për Bizit Dinxhega. Ate janë kanë pas zëvendësuar shumë jo për Shkodrën, po për gjithë kombin shqiptar. Si kanë dhënë Shkodrës, si kanë dhënë futbollit kombëtarët në mënyrën maksimale e madhe. Po prandaj sot është një përjetor tamam me rikujtu edhe ato. Edhe këto veteranë si ekzistojnë sot, dhe këto kanë dhënë shumë, na kanë bërë sa, po do të thëmë, ja kanë përmend edhe i herë Hafizit, dohet si e monument, edhe ju a monument, aha, rubrika sportive, me golin e Aslit Hafizit, 6 muaj hap. Ma atë golin simpatik me kavajnë ba të në Shkodër, 10 vetë, bam, kur ja kam përmend një ditë azi, thash, qa mirë monument për tifozi këtë punë, këta pikante të ka tifozi. Faleminderit.